Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të flasim për një ngjarje që daton 20 vite më parë. Bëhet fjalë për ndarjen nga jeta në një aksident tragjik të ish politikanit të njohur, zotit Gramos Pashko. Me ne është bashkuar inxhinieri i mirënjohur, zoti Arben Meçe. Zoti Meçe, faleminderit shumë që jeni me ne. Një humbje e madhe, ka kaluar 20 vite. Si e vlerësoni figurën e zotit Pashko për politikën shqiptare gjithmonë? Figurë e zotit Pashko. Do thonë, zoti Pashko ka patur ulje ngritjet e veta në gjithë dinamikën para demokratike, periudhën e zhvillimit demokratike dhe në kohën e sotme që vazhdon të mbetet një figurë gjithmonë objekt i analizave dhe i mediave, si që në rastin konkret. Dhe fakti që edhe mbas 20 vitesh ai vazhdon të jetë elementi i një analize, i një debati, i një përkujtimi, do të thotë që kemi të bëjmë me një figurë që ka lënë e gjurmë në historinë demokratike të këtij vendi. Duhet të filloj në këtë podcastin tuaj me një shprehje që ka mbetur nga inxhinieri Gramozi, i cili thotë, edhe përdor të shpesh, ne jemi si punë gozhdës në uvër. Ngullet gozhda, hiqet gozhda, mbetet vrima. Kështu që ajo vrima figurative e Gramos Pashkos është një vrimë e cila ka lënë gjurmë dhe vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite një gjë fizike, morale, shpirtërore e gjallë në një posaçme në këtë periudhë demokratike, duke përfshirë ditën e sotme, që ne po vazhdojmë të diskutojmë për figurën e Gramos Pashkos. Zoti Pashko pati një kontribut madh edhe në lëvizje studentore. Unë mbaj mend, paktën nga pamjet arkivore që vinë më pas, e shikoj zotin Pashko teksa luan me kompjuter dhe bën shkrimet për lëvizjen, por jo vetëm. Nëse ju doni të elaboroni elemente historisë themelimit të Partisë Demokratike dhe të asaj periudhe intensive, natyrisht unë kam qenë shumë afër Pashkos sepse ishim anëtar të Komisionit Ndërkombëtar të Partisë Demokratike dhe për 3 muaj e para që ishte dhjetorja në shkurtën në Troqë, pastaj sa nuk desha më në politikë. Unë kam bërë shumë akte me Gramos Pashko. Së pari data 11 shtëpia e Gramos Pashkos mbetet si një element shumë i rëndësishëm në historisë të themelimit të Partisë Demokratike, sepse në Bodrum, do të thënë, ju nuk e di si më qenë të shtëpia e Gramos Pashkos, por Gramos Pashko kishte një shtëpi me gjysmë Bodrumi dhe në pjesën e poshtme të gjysmë Bodrumit të tij, ai kishte instaluar zyrën ku në atë periudhë kishte kompjuter, ishte luks i madh, të kishe printer natyrisht ishte luks, pra të kishe privatisht, no? Atje ishte zyra e Gramos Pashkos ku u mblodh grupi nismëtar i themelimit të Partisë Demokratike dhe ku u printua gjithë dokumentacioni për paraqitje në Ministrinë e Drejtësisë të dokumentacionit të themelimit të Partisë Demokratike, që ishte statuti, ishte edhe grupi nismëtar, 300 veta sa ishin që firmosën aty. Kështu që në këtë kuadër shtëpia e Gramos Pashkos mbetet si shtëpia e themelimit të partisë, për i vërtetës, në një figurative, do të thënë. Më teje, Gramozin e kemi absolutisht shumë aktiv në aktivitetin që organizativ Partisë Demokratike. Unë 6 janar të 91-shit, pra dhjetor u bë themelimi i Partisë Demokratike, dhe 6 janar unë bëra themelimin e Partisë Demokratike në Pogradec dhe i ku më datën 20 janar mos gabohem, ne do bëmë mitingun e Partisë Demokratike. Ishte një gjë shumë interesante sepse mitingu i Partisë Demokratike në Pogradec përkoi me mitingun e Partisë Demokratike në Tropoj.
në debatet që ne bënim në kryesinë e Partisë Demokratike Nisëmtare gjithmonë, çështja ishte që kush do shkonte si figurë, sa vërtet isha themeluesi për dozën vetë, isha antari i komisionit nisëmtar, pra i asaj byre politike të qenurit. Por gjithsesi figura ime ishte një figurë shumë modeste, referuar disa figurave, nga përgjithësisht edhe Pashko, ishte Berisha, ishte Hajdari, ishte Imani, si figura që edhe në planin propagandistik të kohës ishin identifikuar me titullar të Partisë Demokratike. Në atë debat, përfundimisht askush nuk pranoi që demokratët të shkonin në Tropoj. Kështu që mbeti dhe përfundimisht vendosi Pashko në vite dhe në gjithë Pashko kemi bërë mitimin e parë themelues të Partisë Demokratike në Pogradec. E bukur ishte që nëse në Pogradec ne bënim miting vërtet shumë madhështor, sepse ishte edhe frima, grup pjesa tjetër, nga 17 antarë që ishin në Komisionin Nisëmtar, 15 të tjerë vetëm në Tropoj dhe në Tropoj i dhu me hu. Gati i sulmuan dhe i rafën dhe ratisja e tyre nga pjesa e mbrapme e stadiumit është një gjë që ka mbetur në historinë e Shqipërisë, kontakti i parë i Partisë Demokratike me Tropojën. Ishte e bukur sepse gjatë gjithë kohës ne po debatonin për miting Pogradec në kthim që ishim ne, dhe diku në Elbasan, në përmjet radios, morën vesh mbi antimitingun që ishte bërë në Tropoj dhe atje pastaj plasi një gaz për i vërtetës, sepse në vendin ku pretendoi ishte një themelues të Partisë Demokratike në Tropoj, pritja e parë ishte me një antimiting i cili përfundoi gati një konflikt në Tropoj. Kështu që kuptohemi, dhe më tej pastaj ai hartuesi për realitet ekonomik të Partisë Demokratike, natyrisht Gjavos Pashko vinte në këtë proces do të dalloj mirë në ndryshim nga Sali Berisha, në ndryshim edhe nga shumë elementë tjerë atje, sepse për i vërtetës Gjavos Pashko, që në gjithë i përkistin në masën 90% gati familje komuniste kemi qenë. Që të mos kajnojmë, ja të mos tutemi nga fakti që kemi qenë ata që kemi qenë. Por Gjavos Pashko, ndryshim nga Berisha, ishte realisht disident ekonomik. Pra në vitet 90, Gjavos Pashko i njihet në qarqet pedagogjike, akademike, si një person në pikpamje shumë progresiste për sa i përket ekonomisë. Ishte për ekonominë e tregut, ishte për pluri ekonomi dhe ishte për procese revolucionare në ekonomi. Natyrisht, këto opsione të ekonomisë të tregut dhe të pluri ekonomizmit ishin të bashkangjitur detyrimisht me ndryshime politike ose me ndryshim kursi politik përsa i përket mekanizmit politik të menaxhimit të këtij modeli ekonomik që Pashko kishte kohë që e propagandonte. Berisha nuk ka qenë i tillë. Pra Berisha deri në diku korrik kusht ka qenë një komunist i vendosur dhe i shpallur absolutisht komunist. Në korrik kusht kemi mbledhjen e intelektualëve nga Namizalia dhe ti ka qenë ftuar dhe Berisha dhe absolutisht nuk ka një qendrim ku Berisha të shprehte pikpamje demokratike. Përkundër, ka patur disa pikpamje të cilat nuk janë bërë debatuar, por që nuk i përkisnin mendësisë demokratike. Berisha u fut në tregun politik, i cili në të gjithë analizën që i bërë më vonë ishte një artikull i porositur, i cili u botua çuditërisht tek Zëri i Popullit, u fliste për pikpamje më novatore mbi zhvillimet politike në Shqipëri dhe kur fliste për pluralizmin, por jo për pluralizmin politik, por për pluralizmin e ideve dhe aq më tepër të një pluralizmi me ato struktura që ekzistonin, që ishin shoqata e gruas, e rinisë, e bashkime profesionale, se si dini këto ju se janë organizime të kohës ku ne kemi jetuar gjithë ato. Dhe në këtë periudhë do të thënë që në takimin që kemi bërë me Ramizalin, kanë qenë pikpamjet e para të Ramizalis në takim, dhe kur pa Ramizalia që vendosmëria
unë kam qenë tek grupi i pedagogëve që ishin të Ramzalia, por ne qëndruam fort jo në pluralizmin e mendimit dhe jo në lloj pluralizmi të organizata shoqërore që ekzistonin të strukturës komuniste, por të një partie politike, që do thot subjekt elektoral opozitar i cili do të mirte pjesë në zgjedhje. Pra me fjalë, pse të ligjit të tillë? Sepse për hir të vërtetës opozitari i parë ndoshta politik dhe ekonomik në Shqipëri, e duam, por nuk e duam, nuk ka qenë Gramos Pashko. Na pëlqejnë, apo nuk na pëlqejnë teoritë të mëtejshme të tilla të Lugës së Florinës, siç u deklarua, apo të nivelit zero, sepse janë teza të cilat janë debatuar shumë, por gjithsesi mendimi i parë pluralist në Shqipëri vjen nëpërmjet disidentit ekonomik, jo politik, ta kuptoj unë, sepse tash ne të gjitha atëherë kemi qenë jo disident, kemi qenë absolutisht njerëz të partisë, kemi qenë bij komunistësh, ne filluam të ndalim pikpamjet kur kërkuam ndryshimin e sistemit, por dhe në këtë kuadër duhet thënë, dhe që ta mbyllum kapitullin e kësaj periudhe, që Pashko ka qenë realisht disident i parë ekonomik dhe mund të themi që ka qenë oponenca e parë e shprehur dukshëm në realitetin e kohës. A ishte kjo arsyeja që nuk pëlqehej nga drejtuesit e Partisë Demokratike aso kohë? Ajo ka patur tjetër gjë në atë periudhë, sepse unë kam thënë edhe shumë kohë përpara që në Partinë Demokratike u implementuan disa rryma që për vërtetë ishin përgatitur kohë përpara. Rryma të cilat përfaqësonin edhe shërbime dhe interesa të përgatitura. Ishte një rrymë përgjithsisht, kishin mbështetje të ambasadave amerikane, të ambasadës amerikane, kishin mbështetje të ambasadave të huaja të vendeve demokratike të kohës në Shqipëri, por duhet thënë që në këtë periudhë, që në momentet e para, dhe unë i kam jetuar sepse 3 muajt e para ato u bën evidente, ishte një linjë e përfaqësuar nga Berisha, që përfaqësonte në kompleksitetin e vetë, në qenë si një komunisti organik dhe të një imazh që duhet prodhonte që ishte demokrat, kaloi nga ekstremi në ekstrem, duke operuar përgjithsisht me grupet reaksionare të themi të kohës, për të qenë korrekt me terminologjinë e kohës, dhe kemi një grup pastaj që është grupi intelektualëve, i përfaqësuar në mënyrë dinjitoze pastaj nga Pashko, Zogaj, Selami, Meksi, Ruli, Uka. Kuptohet, unë isha pjesë e këtij grupi për të vërtetës, pavarësisht çdo lloj mendimi, por unë isha në këtë linjë. Isha një linjë më reformatore, më idealiste në zgjidhjen e gjës, sepse në proces të gjërat u politizuan dhe u futën në korridoret të mirëfillta politike. Pastaj u ngul në luftën për pushtet brenda partisë, pastaj nëpërmjet marrjes së partisë dhe luftën ndërtesë për pushtet. Kështu që këto dy linja kanë qenë absolutisht prezente në Partinë Demokratike deri në 22 mars, kur pushteti politik i partisë mori pushtetin shtetëror, pra mori zgjedhjet dhe mori drejtimin e shtetit, ku futemi në një fazë tjetër më tej pastaj. Por jurmët e kësaj ndarje vazhduan ta shoqërojnë Partinë Demokratike deri në momentin kur ndarja e parë e madhe në Partinë Demokratike, ku ky grup intelektual u mposht përfundimisht nga grupi i zhurmshëm, të them unë, i Sali Berishës, me daljen e kësaj partisë Meritan Cekës. Meritan Ceka është i vonë Partinë Demokratike, nuk është pjesë e kësaj konjekture. Meritan Ceka vjen pas 4 shkurtit, kur u bë përfundimisht sanksionimi dhe pushtimi i Partisë Demokratike nga Sali Berisha,
janë zgjedhjet ku fillimi u zgjedh sekretari i Partisë Demokratike me për pastaj fal zhurmës së Berishës dhe influencës populiste të tij në Partinë Demokratike drejtimin e mori Berisha dhe që në ditë Partia Demokratike nuk njeh më kontribut të Pashkos në kuptimin e një figure influente në Partinë Demokratike, sepse influenca e grupit intelektual u zerua derisa u kërëdhua Aleanca Demokratike, thash Partia Aleancë Demokratike që me Deritan Ceka dhe të tjerë u shkëputën. Kjo për i vërtetës është goditja më e madhe që ka pësuar Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike u qëvesh nga një influencë intelektuale e moderuar dhe shumë progresiste dhe mbeti pasaj dorë të Sali Berishës, të nga Partia Demokratike i duhatje të kësaj në marrëdhënie me pushtetin, por thënie me demokracinë e brendshme kaloi gjithmonë do dekadencë. Pushteti i Berishës ishte pushtet dominant, absolutisht dominant, dhe bendësia e Berishës, në mendësi e cila është bërë evidente është e tepër në flasën për mendësinë e Berishës dhe për formimin e tij sa qytetar aq edhe shoqëror aq edhe politik, sepse nuk ka kalaman në Shqipëri që nuk është në gjendje sot për çfarë përfaqëson kush është dhe si menaxhon situatën Berisha. Por që të rikthehemi sa pyetjen që thatë, nuk është se u luftua Pashko si individ, u luftua gjithë grupi, pjesë e cilës ishte Pashko. Pashko rrugë të qëndrime jo politike, edhe në elekuencë, por edhe në komunikim. Dhe shkaku kryesor pse ky grup intelektual u godit në Partinë Demokratike ishte sepse ishin më të paprgatitur për menaxhim të turmës. Berisha vinte me një formim të qartë, të plot, sepse duke qenë në Partinë e Punës, ai bë mjeshtri i menaxhimit të konjunkturës. Duke qenë mjeshtri i menaxhimit të konjunkturës, erdhi profesor në Partinë Demokratike për këtë pjesë. Të gjithë të tjerët nuk ishin marrë në organizime politike dhe erdhën me idealizmin që i përfaqësonte për ndryshim sistemin dhe për zhvillimin e këtij vendi. Këtu u ndeshën në politikë idealizmi gjithmonë është dësynuar të vdesë dhe të goditet. Dhe ky realitet ndodhi sepse Sali Berisha si një individ absolutisht i përgatitur për të menaxhuar konjunkturën, skenën dhe prapaskenën, i mbështetur pastaj edhe nga konjunktura tashmë evidente dhe të identifikuara të shërbimeve, arriti me Partinë Demokratike duke anashkaluar gjithë të skemë, gjithë të organizim, gjithë të strukturë, gjithë të bërtham të themun intelektuale në Partinë Demokratike dhe duke prodhuar Partinë Demokratike që hajtë tasën së të mështë. Sa rebel ishte zoti Pashko? Më falë dhe një se të gjëma? Sa rebel ishte zoti Pashko? A bënde pjesë ata politikanët e rebel? Absolutisht bënde. Gjë, të thash një, Pashko nuk dinte politikë, në kuptimin e menaxhimit të turmës, në menaxhimit të individëve. Dhe komunikimi i Pashkos me strukturat politike ishte zero. Sepse Pashko nuk donte t'ia dinte për politikën, dhe këtë plan ishte idealist në marrëdhënie me politikën. Ai ishte një person i cili rebelizmi e vetë kishte gjithmonë të orientuar dhe ndryshimit të mekanizmit ekonomik. Në këtë plan, ai ishte një profesionist, por kur nuk u politikan. Dhe duke mos u bërë politikan, ai gjatë gjithë kohës ka qenë i vlefshëm për të ndërtuar programe ekonomike, por i pavlefshëm për të qenë një politikan. Profesionist i cili ndër të tjera duhet të bënte dhe pjesën e menaxhimit politik të turmës, po them përsëri turmës, sepse Pashko nuk komunikonte dot me njerëzit. Pashko ishte, tashmë të themi, një tipologji të gati të njëjtë, natyrisht më elokuente dhe më të përgatitur që është avokati. Me thonë, avokatin ta futësh në turmë dhe të komunikojë me turmën, është sigurt të nxirret.
sepse nuk e ka këtë mekanizëm të komunikimit. Flas për ngjelet, kuptojnë, është një elokuent jashtëzakonshëm, zbërthen një fëmijë skena, por kur vjen puna në komunikim politik është gati zero. Një të gjë ishte edhe Pashko, kur diskutonte për probleme ekonomike, për mekanizma ekonomik, për zgjidhje ekonomike, për programe ekonomike, ishte brillant. Kur futej në skemën politike, ndryshe ishte Neksi, ndryshe ishte Ruli, të cilët kishin një komunikim politik më elokuent, më miqësor, pra e vendosnin vetën e vetë në këtë raport midis politikës dhe profesionalizmit. Pra, këta dy figura që kapa që i përshkisi grupi intelektualëve u implementuan pranë Berishës, por u përshtatën në politikën e Berishës, duke ulur shpeshherë dhe Kurizi në funksion të tjera. Nuk mund të them sa cënuan dinjitetin e tyre se jo, se kjo është tjetër këtë debati, por u përshtatën me Berishën, duke u vënë dispozicion Berishës, ndërsa Pashko nuk ishte i tillë. Pashko ka pësuar disa goditje nga Berisha, unë për i vërtetës do të debatojmë përse ndoshta nuk do të ishe dakord në karakterin qoftë Pashko, por në karakterin personin me identitet moral qytetar, që të riktheheje pranë Berishës, sulmi Berishës ndaj Pashkës ka qenë të njerëzorës. Sepse Berisha në sulmin kundër Pashkës përdori gjitha të lirim ndaj familjes së Pashkës, në mënyrë posaçme ndaj gocës së Pashkës, dhe goditja që ka pësu goca nga politika e Berishës ka qenë makabër. Ka qenë akti më i dënueshëm në marrëdhënie me nuk është trajtuar më njëherë, por sjellja e Berishës ndaj Pashkës është përtej njerëzorës. Është përtej njerëzorës. Natyrisht Pashko e përballoi një gjë të tillë, por familja psoi goditje, një posaçme goca psoi goditje. Dhe goditja që nuk ishte e vogël dhe që kam përshtypjen që e sot e kësaj dite ka lënë efekte, sepse keq shkeve politikali nuk e punë me familjen. Por Berisha e tejkaloi luftën kundër Pashkos deri tek familja. Që nuk të plan të them, unë Pashko asnjëherë nuk bëri kompromis me politikën. Dhe ky ishte tipari kryesor i Pashkos. Ishte shumë konsekuent në zbatimin e modele ekonomike, por një gjë do të kuptojmë që modelet ekonomike jo gjithmonë janë rentabël në politikë. Sepse jo çdo model ekonomik përputhet me politikën. Përshë modelet ekonomike si modele janë shumë suksesshme, por ballafaqohen me politikën e cila përgjithsisht në populizmin e vetë pengon modelin të ekzekutohet. Dhe një model i cili nuk ekzekutohet që pasoja katastrofike pastaj në proces, sepse është politika që me populizmin e vetë e shkatron modelin. Qose më lejon, mund të them modeli Qesit ishte një model ku ekonomia dhe politika hynë në luftë njëra tjetrën. Qesi ma nga çekët që ditën e parë që mori drejtimin dhe menaxhimin e Qesit, çekët në një kërkuan që qytetarët e Shqipërisë duhet të paguajnë energji elektrike. Energji elektrike është mall, nuk është politik, është mall. E konsumon duhet ta paguash. Këtu filloi politika, sepse Berisha nuk mund të pranonte që në zonën veriljindore të vendit, ku paguaj vetëm 4 deri në 6% e energjisë konsumuar, të vinte shteti dhe të thonë të paguajnë 100%. Në këtë moment politika arriti deri ai sa shkatroi Qezin dhe largoi çekët dhe mori drejtimin duke ndërtuar të njëjtën politikë. Ju dini sa e vështirë ishte mbas 2013-s nga qeveria socialiste për të sjellë në binar, duhet të thënë, mekanizmin e menaxhimit të energjisë elektrike. Ishte një luftë e madhe, ishte një konflikt i madh, sepse në popull, themelimi i politikës 2009-2013 të atij populizmi politik i cili ishte në antagonizëm plot me mekanizmin ekonomik, ishte prodhuar mendësia që shteti ka detyrim të jap falas energjinë elektrike qytetarëve. Askush nuk duhet të paguajë energjinë elektrike, etj. Pra, e thash këtë model për të kuptuar se përse Pashko gjatë gjithë kohës ka qenë një figurë që shpesh lexohet si kontroverse në marrëdhënie me politikën dhe duke qenë stoik në modelin ekonomik.
ai e dinte mjaft mirë që modeli ekonomik do të ishte i suksesshëm vetëm atëherë kur politika e mbështeste, kur politika i dilte kundër modelit ekonomik, absolutisht modeli ekonomik ishte probleme. Dhe këtë gjë, natyrisht me egon e vet profesionale, Pashko nuk mund ta pranonte. Dhe duke mos pranuar një gjë të tillë, absolutisht ai ishte konfliktual dhe konflikteti i tij me Berishën ka qenë evident që në 92-shën, pra që pas 22 marsit, kur modeli Pashko filloi të implementohej në ekonominë shqiptare, ai u ndesh me pikërisht me këto situata dhe për të vërtetës modeli ekonomik Pashko psoi kolpo dhe ekonomia shqiptare psoi kolpo fal politikës, po jo fal modelit Pashko. Dhe një pyetje të fundit, inxhinier, a ka pikpyetje lidhur me aksidentin e tij, mënyrën se si ndroi jetë për fat keq? Nuk e di, unë jam shprehur, kam shkruar në atë periudhë dhe një artikull dhe vazhdoj sot sa ditë të them që helikopteri që transportonte Pashkon pati një bombvënie. Dhe ka shpërur qatë fare të punë. Nuk mund të them në mënyrë absolute që bombvënia ishte për Pashkon, ne të kuptojmë. Por helikopteri pati bombvënie. Dhe ta kuptuar një gjë të tillë, unë gjatë asaj periudhe natyrisht kisha shumë indicie, por prita daljen e helikopterit nga shteti. Duhet thënë një gjë që interesi i Berishës për të nxjerrë helikopterin ka qenë absolutisht i madh. Dhe Berisha në vetë donte të kuptonte çfarë kishte ndodhur me helikopterin. Dhe kur helikopteri ka dalë, mediat e dhanë helikopterin. Çfarë kishte ndodhur helikopterin? Në qoftë se jemi në kushtet e goditjes, që kemi parë me 10 makina që goditen, ato shtypen. Struktura është strukturë sa xham dhe metal, është durrëmin në rastin e helikopterit, ndodh shtypje. Në ndryshim nga kjo, helikopteri i Pashkos, ta them tani, ishte i hapur. Në qoftë se ju keni parë bombvëniet në për makina, ju keni parë që kemi hapje të strukturës, jo mbyllje të saj. Ky fakt u evidentua dhe për të vërtetës nga ajo ditë Berisha kuptoi që ishte probleme ai vetë. Dhe si të shtek nuk mund të them, nuk mund të flas, por vetëm një gjë që unë e evidentova dhe më vonë edhe e vërtetova një gjë të tillë, helikopteri në vetë nuk u përplas siç pretendohet si rrjedhimi i mungesës së instrumenteve të tjerë, nuk është kjo arsye, edhe po që se nuk ka patur ndriçim, ju i dini mjaft mirë që të gjithë qoftë avionet, qoftë helikopterët janë të pajisur me projektor, që janë një gjendje të dallojnë kur i afrojnë ujtë ose jo. Do të thënë këto janë brosh përshtuar, por e vërteta tashmë për mua si bindje është helikopter pati bombvënie. Për kë nuk e them dot sepse nuk kam prova për atë. Kështu që ky aksident mund të evidentohet atje. Çfarë ka ndodhur më përpara pastaj, para këtij aksidenti, me përplasje në shkëmbinje të tjera, këtë nuk mund të them sepse nuk kam fare informacion për të ketë elemente të tjera për të thënë një gjë të tillë. Pra ti ndajmë pjesën e aksidentit në det me pjesën e transportit, u humbi jeta përfundimisht Pashko dhe Biri mos gabojë. Inxhinier, shumë faleminderit që ishe me ne në këtë intervistë dhe faleminderit shumë për këto kujtime që na i risollët për zotin Pashko. Faleminderit ju.